Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. As-salatu was-salamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Po fillojmë me ligjëratën e 69 të shpjegimit dhe leximit të veprës Meraqi el-Falah, Sharh Nur al-Idah të Imam Shrumbulalit rahimahullah. Kemi ngel, respektivisht kjo është ligjërata e dytë që kemi filluar me shpjegimin e agjerimit dhe kemi ngel të kushtet e kryerjes së vajxhibit, ose kushtet që mundsojnë kryerjen e vajxhibit, shrutul adaihi, shrutul li wujubi adaihi, alladhi huwa ibaratun an tafrighi dhimmati fi waqtihi. Tafrighu dhimma, a di që thojmë të nga popullat e jonave, kam e të borxh në qafe kam këtë punë. Për një sen diçka e kam në qafë këtë borxh. Por të liru prej këtij borxhi, pra që kjo është ajo të frikë që ti të lirohesh, të shkarkohesh prej atij obligime, po kryerja e obligimit në kohën e vet është shkarkim prej obligimit. Që të mund të kryhet agjerimi në këtë rast, në kohën e vet, në kohën e përcaktuar, është kusht as-sihha min al-marad, që t'jetë i shëndosh, të mos ketë sëmundje. Pra nëse është i sëmur, ky nuk mund ta kryej agjerimin. Në realitet, pra thuhet shrutul eda, kushtet e zbatimit, sepse ki në esencë e ka farz agjerimin. Në esencë e ka farz agjerimin, po nuk mund ta zbaton për shkak të një pengese e cila quhet sëmundje. Nuk do thotë se kjo është i smut edhe se ka farz agjerimin. Jo, kjo ka farz agjerimin. Çfarë nuk kupton? Se ky i sëmuri, nëse është me një smundje aksidentale, që është paraqit për një rrethon caktume, është i ri, është i moshës mesme, smuret për një kohë, bën një operacion diçka, goditet nga ndonjë smundje aksidentalisht, ky e ka farz agjerimin, por nuk mund ta kryejnë për shkak të smundjes, që nuk kupton se ky duhet ta kryejnë kaza ditë për ditë mas përfundimit të Ramazanit, pa kur të shërohet. Për dallim nga ato të cilët janë të moshuar, pra të moshës së shtyr plesht, dhe ato që ne i quajmë, unë nuk e preferoj të quaj sëmundje të pashërueshme, sepse sipas Islamit nuk ka sëmundje të pashërueshme. Ma mirë të quajmë sëmundje kronike, sepse Allahu xhaleshanu kur don për te nuk ka sëmundje të pashërueshme, dhe praktika na ka dëshmuar shumë herë se shumë të sëmur mjekët kanë thonë se ky nuk shërohet, po ja shëru ka jetu edhe vite me radhë. Por në parim, ata që janë të moshuar dhe që kanë ndonjë sëmundje kronike, që është e vazhdueshme, ato nuk e agjerojnë ditën e agjerimit, po nuk mund që ta bëjnë edhe kaza, sepse sëmundja e tyre është në kontinuitet, në vazhdimsi e sipër, për ato ka dispozita tjera, bëhet pagimi i fidjes. Po me rëndësi është që për të liru prej agjerimit, ose për të zbatuar agjerimin ditën e caktuar për agjerim, është kusht që të mos jetë i sëmur. Tani, ajeti ose argumenti është femen kene minkum maridan au ala safarin fa iddatu min ayamin ukhar. Kush është i sëmur? Kjo fjala maridan është mutlaka. Është mutlaka, kur vjen fjala mutlaka, bila qaid. Nuk përcakton asnjë lloj të
sëmundjes, as shumë, as pak, na e bojnë takyid, ma vonë e bojnë argumentet tjera, po ajeti nuk e ban takyid, nuk e përkufizon se me këtë smundje po, me atë smundje jo. Përveç se kur është i sëmur, agjëruesi që e prish agjërimin dhe nuk e zbaton agjërimin, ditën e obligimit të agjërimit, këtu në këtë përfshihet edhe i sëmuri i cili nëse agjeron, i rritet sëmundja, i shtohet sëmundja, sepse në realitet ka sëmundje që ndikojnë të agjërimi, që agjërimi ndikon të ato, jo ato të agjërimi, që sëmundje që ndikon të agjërimi, pra mund të përkeqëson gjendjen e pacientit, të smuarit në këtë rast. Po ka sëmundje që e ndihmon shërimin, agjërimi, e ndihmon. Kështu që nuk mund të themi në mënyrë të papërkufizuar se çdo sëmundje lirohet nga agjërimi, varësisht nga sëmundjet, dhe këtu përfshihet edhe i sëmuri, i cili nëse agjeron nuk përkeqësohet gjendja e tij, por zgjatet procesi i shërimit. Nëse i smuti duhet shërohet për 10 ditë, nëse agjeron, smundja i zgjat 20 ditë, të themi, i vazhdo ose i zgjatet procesi, edhe këto lirohen prej agjerimit nëse. Krejt kjo ndodh, dhe unë e them edhe për xhamatit e kam thënë disa herë, se i përket smundjeve, mos pakti ka drejt me dhënë hoxha fetva, sepse smundja është individuale, dhe mos shumë ti ka drejt t'jep vetë personi, mbi organizmin e tij, dhe është punë e mjekëve. Prandaj fukahat kanë thënë se për çështjen e sëmundjeve mjekët janë ata të cilët e kanë verdiktin kryesor ose fjalën përfundimtare, por kushtojnë 2 kushte. Kushti i parë është që mjeku të jetë specialist i smundjes. Jo çdo mjek, pse është mjek, ai edhe më ka thonë mu mjeku, po realisht është mjek, po s'ka lidhje me këtë smundje, për cilën ti vun. Duhet të jetë i specializuar i asaj sëmundje, pra të jetë profesionist i asaj sëmundje, dhe duhet të jetë musliman ose praktikues i agjërimit, praktikues i islamit. Sepse ndodh pastaj ta jep informacionin e gabueshëm nëse ka urrejtje ndaj islamit, edhe reumi kur të kap në keq, ma i thot ti të agjërimit e ke këtë punë dhe ti nuk duhet të agjërosh. Pra, kjo është që ka lirohet prej agjërimit, ose për shkak të përdorimit të medikamenteve të cilët i sëmuri duhet detyrimisht ti përdor. Këto janë çështje që dikton gjendja e jashtëzakonshme për smundja. Pra, që të mund zbatohet agjërimin në kohën e përcaktuar, që në ditën e Ramazanit është kusht që të jetë i lirë ose i liruar njeriu muslimani nga sëmundja, të mos ketë sëmundje. Po ashtu, el khulvu anil hajdi wan nifas, kema lima qaddamnahu, ka përmend më përpara këti, që të jetë gruaja në këtë rast e lirë nga hajzi, cikli mojor dhe nifasi, lehonia, pas lindjes. Nëse gruaja është në menstruacione, në ciklin mojor, ose është pas lindjes së fëmijës, ajo e ka të ndaluar agjërimin. Te femrat në hajz dhe nifas, jo që lejohet mos agjërimi, e ka të ndaluar agjërimi. Këtë duhet të dallojmë ne në për familjet tona, por kjo nuk do të thotë se gruaja e cila është e liruar nga agjërimi në këtë rast, dhe ajo duhet këtë kujdes për ushqimin, mos thanë para fëmijëve, se fëmijët nuk i dinë ato, dhe kështu që të tjerët mendojnë se kjo nana apo ku e di une, ja kjo nuk po agjeron, kjo është çështje tjetër. Po gjatë hajzit dhe nifasit, gruaja nuk mund të agjeroj dhe i agjeron po aq ditë të ngelura pas kalimit të
muajit të agjerimit. Pra, i ban kaza ditë për ditë, për dallim nga namazi që namazin nuk i kërkohet me e bë kaza. Wal iqame, el-iqame është vend qëndrimi, që të mos jetë në seferi. Pra në seferi, ka të drejtë të agjeroj çdo njeri që ka statusin e seferijës, pra udhëtimit, ka të drejtë të mos agjeroj, por ka mundësi edhe të agjeroj. Pra nëse agjeron, nuk ka gjatë të keqe, madje ajeti thot vend të sumu, khairun lekum, nëse agjeroni, është më mirë për juve. Por, nëse nuk agjeron, ai është i liruar nga agjerimi dhe e agjeron ditë të tjera aq ditë sa i ka ngelur prej agjerimit duke qenë në udhëtim. ويشترط لصحة الأداء أي فعله ليكون عام من الأداء والقضاء 3 شرائط. Prej kushteve të vlefshmërisë së zbatimit, janë edhe 3 kushte, thot që të përgjithshme që duhet përfshihen në te, që është nijeti, sepse agjerimi është ibadet, dhe nijeti të ibadetit gjithmonë është kusht i ibadetit. Vaktuha li kulli jaum, koha e nijetit të agjerimi farz është min el-lejl, prej natës, të agjerimit nafile është deri pak para zevalit. Po këtu jemi të folë për agjerimin në përgjithësi. Pra nijeti është kushti i parë për që të mund zbatohet. El-khulvu amma yunafihi, që t'jetë i lirë ose i pastër prej sendeve që e prishin atë, që e kundërshtojnë atë, si që është hajzi edhe nifasi, që i përmendëm më përpara. La yashtaritu el-khulvu anil janaba, i pa pastër prej gjunublëki nuk është kusht për lejimin e agjerimit. Pra, mund gjunubi i papastër, nëse papastërtia, pra gjunublëki, ka ndodh në kohën e lejimit të ndodhjes. Bashkë ajetit, uhilla lakum lejlet e siyami rrafathu ila nisaikum, hunna libasun lakum wa antum libas, deri në fund të ajetit. Pra me që në këtë kohë, këto veprime janë të lejuara dhe është kohë e përcaktuar e natës. Dhe ka mundësi që personi t'jetë i papastër dhe t'hin koha e imsakut dhe ai të filloj agjerimi. Pra nuk është kusht që t'jetë i pastër prej gjunublëkut, sepse thot li qudratihi ala al-izalati, sepse ki ka mundësi ta largoj këtë dukuri, papastërtinë, pastrohet e largon. Për dallim o darurat e husuliha lejlen, është pa tjetër që kjo papastërtia të ndodhë natën, sepse nëse ndodhë ditën, ose të ndodhë ditën, po duke qenë në gjumë, sepse në forma tjera nëse ndodhë ditën e ejakulimi, varësisht nga gjenjit në vinë ma poshtë, ka një, mund edhe të prishet agjerimi. Wa ruknuhu, يعني ركن الصيام أو الصوم الكف أي الإمساك عن قضاء شهوتي البطن والفرج وما ألحق بهما مما سنذكره. Këto ishin kushtet e agjerimit, që i përmendëm deri tash. Rukni i agjerimit është el-imsak, imsak an qadai, abstenimi prej kryerjes, abstenimi prej ushqimit dhe prej efshit seksual. Kjo është rukni
i agjerimit. Dhe dim dallimi mes të ruknit edhe kushtit, se rukni është pjesë përbërëse e agjerimit. Pra, ajo që drejt për drejt e shkatron agjerimin është rukn. Pa ekzistimin e ruknit, nuk mund të ekziston vepra. Kur themi qiyami, leximi i Kuranit, qëndrimi në kam, namaz, është rukn i namazit, pa këto s'qëndron namazi. Pa abstenimin prej ushqimit, pa largimin prej ushqimit dhe epsheve seksuale, nuk mund të qëndron agjerimi. Kjo është rukni wa ma ulhika bihima, dhe sendet të cilat i bashkangjiten këtyre, që ma vonë ki do të na i shpjegon një nga një kur të marrim të çështjet të cilat e prishin dhe format të prishjes së agjerimit. Hukmuhu, dispozita e agjerimit është sukutul wajib, e lazim fardhan kana ghayruhu min adh-dhimmati bi ijabillahi aw al-abd. Hukmi i agjerimit është shkarkimi prej obligimit. Të shkarkohesh prej obligimit, të ke obligim. Pavarësisht se është bëhet farz dhe pavarësisht ose vajib, pavarësisht se ki farz është prej anës Allahut apo prej vetës tonë, min el-abd, e el-abd, prej robit, do thot prej. Si bëhet? Agjerimi i Ramazanit, për shembull, është obligim prej kush ne ka bë obligim? Allahu xhaleshanu. Këtë farz, ne ka bë farz Allahu xhaleshanu. A mund që ne t'ja obligojmë vetës? Po, nëse ti thu se për hir të Allahut do të agjeroj 3 ditë dhe i përcakton, ti e ke bë obligim vetës. Pavarësisht se a bëhet fjala për obligimin që të ka bë obligim Allahu apo ti e ke bë vetës, dispozita është që ti duhet të shkarkohesh prej këtij borxhi duke e çuar vend. Wa thawabu takarruman min Allah, e shpërblimin për këtë është Allahu xhalleshanu fil akhira, sepse me tekst të veçantë thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, këtë punë që i kryen njeriu, beni Adem i kryen për vete illa as-sawm, fa innahu li wa ana ajzi bihi, dhe unë shpërblej për atë. Wa kretë kjo bëhet in lem yakun manhiyan anhu, nëse nuk është i ndaluar për atë veprim. Fa in kana manhiyan anhu ka sawm an-nahr fa hukmuhu as-siha wal khuruju an wal ithmu bil irad an diyafati Allah ta'ala. Pra, edhe atë që të ka bë farz Allahu xhaleshanu, ose atë që ke bë farz obligim ti vetës, duhet me i kry në kohën e vetë, nëse nuk është kohë e cila është e ndaluar që të kryet veprimi në te. Nëse nuk ka pengesë për kryerin e saj. Për shembull, agjerimi e ditës Bajramit, ditës Kurban Bajramit, është agjerimi ndaluar. Megjithatë, unë kam bën një jetë, kam një ditë kaza, kam bën një jetë me agjeruan kaza filan ditën shkam kam jetë. Kam jetë një ditë kaza. Dhe kam bën një jetë. Thot, fa hukmuhu as-siha. Dispozita e agjerimit tem, që e kam agjeruan, dhe këtë kaza unë e kompletoj, e çoj në vend. Agjerimi është i vlefshëm. Mirë po, dalja nga premtimi ose kryerja e mëkatit sepse ti ke kundërshtu gostijen e Allahut për këtë ditë, kjo është me kroj tahrime dhe kjo është vepër tjetër, për këtë ke përgjegjësi tjetër, ibadeti ka përgjegjësi tjetër. Wa hikmet mashru'iyyat as-sawm, minha i numëron ki disa, që janë një këto qetësimi shpirtëror, është ibadeti, kënaqësia shpirtërore, e tjera, ulja e epshtit, al-atfu ala al-masakin, wal ihsasu bi alam al-ju' liman huwa
ndjenja ndaj e përjetimit ndaj të miskineve, të ngratëve, të varfër, e dim këto, urësit janë të shumta, i përmendim në forma të ndryshme, po ajo që ka e përmend më me rëndësi, thotë se që është karakteristike e agjerimit, se për dallim nga ibadetet tjera, te agjerimi la yadkhulu ar-riya fi as-sawm. Kibri, ti them kibri, rria, syfaqësia nëse mund të quaj, nuk zën vend te agjerimi, se ti mund të falësh që të më shohin njerëzit, aty. Që po vetë të më shohin njerëzit se po falna. Ti japish zeqate dhe ti bish këtë ekranet aty që shofish, të lavdrohesh, të shkojnë haxhillok se të më thojnë këtë agjë. Tu këtë mund të ketë rria në për këtë punë. Amo te agjerimi, kur ti je vetë, dhe i përmbash agjerimit të çka ke, kujt me i bërë ja. Te agjerimi thot, nuk hin rriaja ose syfaqësia në agjerimin e farzit, po te asnjë lloj i agjerimeve të tjera. Tani vjen faslun fi sifati saumi wa taqsimihi. Cilësitë ose dispozitat e agjerimit dhe ndarja e agjerimit. ويقسم الصوم إلى 6 أقسام ذكرت مجملة ثم مفصلة لكونه أوقع في النفس. فرض عين، واجب، مسنون، مندوب، نفل، مكروه dhe ka edhe një haram. Thotë agjerimi ndahet në 7 pjesë, në 7 lloje të agjerimit. Njëherë i ka përmend muzmelen, pastaj i shpjegon detaje. Thotë agjerimi farz, çka është? Farzi ajn, qoftë eda, qoftë kaza. Agjerimi vajib, dhe unë po i lo kështu qysh janë, nuk po i përkthej, as nuk po i shpjegoj se i shpjegon ki, më fasalen i shpjegon pak më poshtë. Po vetëm të shifni si e kanë përdor precizitetin terminologjisë dietarët islam. Thot agjerimi farz, bëhet fjalë për mëdhhabin Hanefi, thumma wajib, thumma masnun, pra sunnet, mendub, nafile, mekruh dhe haram. Tani do thot dikush, po ç'është dallimi mes sunnetit, mendubit, nafiles, të çka pse? Te krejt këto ka nga një dallim. Edhe se në shikim parë duket se janë ato. Por preciziteti i shkencës së fikut bën dallime. Pastaj ki më vonë i shpjegon se cilët janë farzet, cilët janë sunnetet, cilët janë mendubet, cilët janë mekruhe dhe cilët janë haram. Amma qismu l-awwal, sa i përket pjesës parë, wa huwa fard, fa huwa sawmu shahru Ramadan, edaan wa qadaan. Sa i përket farzit, agjerimit farz është agjerimi i ditës së Ramazanit, qoftë eda, qoftë kaza, ose qoftë kefaret. Po sawmu kefarat. Edhe agjerimi i kefareteve, jo vetëm të agjerimit. Kefareti i dhiharit, kefareti i vrasjes, te vrasja me gabim, kefareti i betimit, gjeza usajdi, rafidjetul edha, dënimi, sanksioni i gjuetijes, bëhet fjalë për në Hiram, në hajj duke qenë, kur nuk ka mundësi ato, fesijamu thalathet e jamin fil hajji wa sabatin idha rëgjatum. Pra, krejt këto e kanë dispozitën e farzit, thot. Pra, agjerimi i ditës Ramazanit, eda ose kaza, dhe i kefareteve, i dhiharit, të vrasjes, betimit, dënimit të gjuetis duke qenë në Hirama, pra, duke qenë në Hirama gjatë haxhit, li thubuti hadhi bilqati min al-adillati, sepse këto thot janë të vërtetuara me argumentet të
prera, seneden wa metnen. Argumenti është i prerë edhe në sened, edhe në metn, që i vërteton kefaretët, dhiharin, katlin, jeminin, këtë janë argumente të prera që i vërtetojnë. Qofshin në sened, në zinxhir, qofshin në metn, wal ijma, edhe në sipas konsenzusit. ومن هذا القسم صوم المنذور وهو فرض في الأظهر لقوله صلى الله عليه وسلم وليوفوا نذورهم. Prej këtij grupi të farzit, edhe pse ne, tash imami Shtrumbullali ka sjell mendimin e vet, do shohmi a ka ndonjë mendim tjetër, se ne në librat fikut gjithmonë e gjejmë se kjo është vajib, por imam Shtrumbullali thot prej grupeve të agjerimit farz është agjerimi i premtuar. Nëse ti e ke premtuar se do të agjeroj 2 ditë, 3 ditë, 1 javë, do të kjo të bëhet farz. Li kaulihi, vahadha, kjo është më e njoftun, dhe është më e logjikshme ta themi. Li kaulihi sallallahu alaihi wasallam, se Allahu xhalleshanu thot, wal yufu nudhurahum. Wal yufu nudhurahum, le të premtojnë, le të zbatojnë premtimet e tyre. Kjo është ajet, katiju thubut, thot edhe katiju dilale, se dihet të është i qartë kuptimi, me që është ajet, hyp në kategorinë e farzit, kështu thot imam Shtrumbullali. Fosnota numër 3 të shoh çka thot. واختيار أنه فرض رجحه صاحب شرح الوقاية والمواهب والشرمبلالية، لأن المنذور إذا كان من العبادات المقصودة كالصلاة والصوم والحج ونحو ذلك فلزومه ثابت بالإجماع فيكون قطعي الثبوت، وإن كان سند الإجماع ظنيا وهو العام والمخصوص بعض فينبغي أن يكون فرضا. Këtë mendim të imam Shtrumbullalit, që agjerimi i premtuar është farz e jo vajib, thot e kanë përkrah sahib autori i veprës Sharhul Wiqaya, Al-Mawahib dhe Shtrumbullalia, vepër tjetër, jashtë Mirakil Felajt ka një libër që quhet Shtrumbullalia, e këtij po imami. Arsyetimi thot, لأن المنذور إذا كان من العبادات المقصودة، sepse gjëja e premtuar nëse është prej ibadeteve që janë të ligjësuara, ke salati wa saum wal hajj, faluzumuhu thabitun. Ndjekshmëria, obligueshmëria është e vërtetuar bi qatiu thubut, është me argument të prerë, me Kur'an. Mirë po thot ka kaulu thani, ve kaulu thani ennehu vajib, se premtimi, agjerimi i premtuar është vajib. Wa huwa ikhtiyar sahibul wiqaya wal hidaya wal kanz wal mukhtar. Al wiqaya nuk s'm kujtohet kush është autor. Hidaya është ki Shtrumbullali, Imam Merginani, sahibul hidaya, libra al hidaya. Edhe l-wiqaja duhet jetë e Merginanit, por nuk jam i sigurt. Wal kanz wal mukhtar Taftazani ke Mausiliu, wal fath Kemal ibn Humami, wal idah po është Shtrumbullali, al idah libra, wal multaqa al Halabi, Ibrahim al Halabi, wat tanvir. Këtë që këto libra, shka i përmenëm, edhe njerë po i përmendi. El-Wiqaje, El-Hidaje, Kenzi, Mukhtar, i ka dhe numrat e faqeve ku shkruan kjo mesele. Pra në librën El-Wiqaje, në librën El-Hidaje, në Kenz, në Mukhtar, në Fethul Kadir, në Idah, në Multeka, në Tenvir, thuhet se agjerimi i premtuar është vajib e nuk është farz. Kjo është mendimi i dytë. Li kaulihi
Gjelle Gjelalu, voljufu në dhurehum. Njëti argument që ka tha Imam Shërbulali se të bëhet farz, se është katiju thëbut, njëtin argument e kanë edhe këto. Fëhu e amun, kjo është i përgjeshëm, thashin në sulki, khusse minhu el ba'd. Kjo është e përgjeshme, po janë specifikuan prej saj disa çështje, wa huwa nadhr bil ma'siyah. والطهارة وعيادة المريض فلا يكون قطعيا فيكون واجبا. Ajeti waljufu nudhurahum. Thot Imam Shërbulali, nëse ai ka bo, kjo është i përgjithshëm. Imam Shërbulali thot këtu, me këtë ajet t'jetë bëhet farz agjerimi i premtuar. Këtë grupa tjetër, mendimi i dytë, edhe kjo është, mendoj se me këtë jepet fetfaja, thot po, ajeti valjufu nudhurahum është am, është i përgjithshëm, është i specifikuar me diçka. Kur ajeti specifikohet me diçka, nuk jetë më katiju dilale, bëhet dhëniju dilale. Me çka specifikohet? Por nëse unë e kam bo premtimin me e bo një punë të keqe, filmasje. Sa ajeti nuk po thot voljufu nudhurahum, plotësoni, zbatoni premtimet tuaja. Unë kur kam thonë se kam e re njenin, kam e shku me e vjedh këtë, nuk thot ajeti se mos e zbatohet, dhe në këtë rast duhet me zbatuar premtimin, se dhe kjo është premtim. Pra çka bëhet? Taksis bëhet ajeti se është i përgjithshëm. Kur bëhet, ose do të shkoj ta vizitoj një të sëmur dhe nuk i premton, ose ai shërohet, ose vdes, ose ndodh. Krejt këto janë që specifikojnë ajetin, e nxjerrin prej fuqisë argumentuese. Fala yakunu qat'iyan. Dhe kjo nuk ngel më e prerë. Andaj dispozita prej argumentit që të prerë, del wajib dhe nuk del farz. والعبادات أحق الأعمال بعدم إبطال. Thot Allahu xhalla shanu, la tubtilu a'malakum. Mos i ndërprerni ose mos i prishni veprimet tuaja, punët tuaja. والعبادات أحق الأعمال بعدم إبطال، بعدم الإبطال. ولأنها عبادة شرع فيها. Ibadetet thot kanë më shumë përparësi që të mos ndërpriten, sepse më mirë لأنها عبادة شرع فيها, është një ibadet që ka fillu. فلزم إتمامها وقضاؤها عند إفسادها. Pra nëse e ka fillu, obligohet me çka? Obligohet me e bo komplet, me kompletuar. Nëse i prishet, atëre duhet me bo kaza. Nëse ke fillu një sunnet me fal, sunnet. Nëse ke fillu, nuk është mirë me ndërprej, është mirë me e vazhdu. La tubtilu a'malakum. Nëse prishet ki sunnet për 1, 2, 3 arsye, për diçka, atëre obligohet me e bo kaza, pse ti e ke bo obligim vetvetes. Kel hajji wal umratu ijman. Li kauli ta'ala wa atimmu al-hajja wal umrata lillah. Ose hadithi i Aishës ku thot se ju ka ardhur një lloj i ushqimit, thotë, kur i tregon pejgamberit se është hadithi i gjatë, se i kanë tregu pejgamberit se ato janë konë duke qenë agjërueshëm dhe kanë prish agjërimin, pastaj pejgamberi thot se këtë ditë duhet ta kompletoni me një ditë tjetër. Me rëndësi është se dispozita e kësaj që e tham të dietarët islam, se në medhebin Hanefi ngel ajo që është vajib, fetfaja jepet, se agjërimi i premtuar e ka dispozitën e vajibit, e nuk e ka dispozitën e
farzit. Tani, ata që e din çka është dallimi mes vajxhibit dhe farzit, e kuptojnë më qartë. Pastaj thot, kjo ishte min hadha القسم الصوم المنذور وهو فرض في الأظهر لقوله وليوفوا نذورهم. أما القسم الثاني kishte prej agjërimi farz. Agjërimi farz pra qa ishte? Edaja, ditës agjërimit, ditës Ramazanit, kazaja, kefaretët, dhiharit, betimit, ku e di unë ato që i përmendëm, dhe si mas shërëmbulalit, edhe i premtuari. Si mas shërëmbulalit ki, se ne jemi të shpjegu veprën e këti, se dikush pastaj po dalin muhabeti, po ti pse po e thu. Nuk mund të te kaloj se kjo është mendimi i ti, dhe ne jemi duke e spjegu një libër, nuk kemi duke e spjegu agjërimin në literaturën e mëdhëbit Hanefi që bim krejt mendimet. Lloji i dytë i agjërimeve është qismu thani, el vajib. Fahuwa qada'u ma afsadahu min sawmi naflin li wujubihi bish-shuru'. Për agjërimeve vajib është me bë kaza agjërim sunet të cilin e ka fillu me agjëru. E ka fillu, po e ka ndërpre. Wa sawmul i'tikaf al-mandhur. Dhe agjërimi i i'tikafit të premtuar, jo i i'tikafit të Ramazanit. Se i'tikafi Ramazanit vetveti u dihet që është farz. 10 ditët e fundit, 5 ditët e fundit, 7 ditët e fundit, ku e di unë. Që vërtet është sunet i harruar në treva tona kjo. Kur hin një i'tikaf mbylljen në xhami, vetvetiu në Ramazan të agjeron. Por nëse hin në i'tikaf jashtë Ramazanit, ke premtuar i'tikaf 5 ditë me nejt, thot vajxhibe kije me e shoqëru edhe me agjerim këto 5 ditë, sepse kur vim të i'tikaf e ma vonë në kujton se a ka i'tikaf pa agjerim, apo nuk ka pa i'tikaf pa agjerim. Shërëmbulali, Allah yarhamhu, po thot se prej kategorisë vajxhibit, agjerimit dhe vajxhib, është edhe agjerimi në i'tikafin e premtuar pra jashtë ditëve të Ramazanit. Amma qismu thalith, lloji i tretë i agjerimeve, wa huwa al-masnun, që është agjerimi sunnet, fa huwa sawmu Ashura, fa innahu yukaffiru as-sanatu al-madhiya ma sawmi at-tasi. Agjerimi sunnet është agjerimi i ditës së Ashurës, sepse hadithi i pejgamberit alayhis salam thot, agjerimi i ditës së Ashurës i fal ose i mbulon mëkatet e vitit të kaluar. Mirë po, agjerimi sunnet është që t'i bashkohet jo vetëm dita e 10, por edhe dita e 9. Wa li sawmi sallallahu alaihi wasallam al-ashir, la in baqitu ila qabilin la asumen në tasi. Agjerimi i ditës 9 t'i bashkangjites ditës 10, sepse pejgamberi e ka agjeru vetëm ditën e 10 të Ashurës. Mirë po, qëllimin e dim këto se pejgamberi ka pa duke agjeru çifutët e Medinës. Dhe kur e ka agjeru ditën e 10, dikush nga sahabët i ka thënë ja Rasulullah, thot po, a nuk po i përngjasmi edhe ne atine, ato e agjerojnë ditën e 10, edhe ne ditën e 10, thot pejgamberi alayhis salam. Sikur të jem gjallë, në vitin tjetër do të agjeroj edhe të 9, dhe këtu thonë se sunet është i bashkangjitet edhe dita e 9. Agjerimi sunet, agjerimi ditëve të Ashurës. القسم الرابع هو المندوب فهو صوم 3 أيام من كل شهر. Agjerimi mendub është agjerimi i 3 ditëve për çdo muaj. Liyakuna qasiyami jami'ihi, që ta merr dispozitën e agjerimit të tërë muajit, sepse men jaa bil hasana
falehu ashru emthaliha. Një ditë e agjeron e barabart me 10 ditë. 3 ditë në muj, është e barabart me 30 ditë. Kështu që kur i agjeron çdo muj ka 3 ditë, jep me kuptu se ti tanë kohën je agjerushëm, tanë vitin je agjerushëm. Men jaa bil hasanati falahu ashru emthaliha, ajeti. Wa yundabu kaunuha ay thalathati al-ayyam al-bid. Këto, si i thonë, ditët e bardha. Ditët e bardha është dita e 13, 14 dhe 15 e çdo muajit hanor. Për shkak se janë të ndritshme dhe hana është në kulmin e saj, është hana e plot dhe ban dritë më shumë. Për shkak të zbarësisë së natës quhen ayamul bid. Thot këto është me agjeru. Sepse në transmetimin e Abu Davudit thot transmetuesi ve fi Ebi Davud kanë Rasul sallallahu Ebu Davudi transmeton hadithin ku thot kanë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يأمرنا أن نصوم البيض 13 و14 و15. وقال هو كهيئة الدهر. Në ka urdhëru pejgamberi, thot kësjamit der, në ka urdhëru pejgamberi alayhis salam të agjerojmë ditën e 13, 14 dhe 15 të çdo muaji, dhe kjo është kësjamit dehri, është sikur me agjeruar tër kohën. Wa min hadha al-qism, prej këtij grupi, pra mendubit, është saumu yawmul ithnaini wa yawmul khamis. Dita agjerimi i ditës së hanë dhe ditës së ejte. Li kauli sallallahu alaihi wasallam tu'radu al-a'malu yawmay al-ithnaini wal khamis fa uhibbu an yu'rida 'amali wa ana sa'im. Do ditën e hanë dhe ditën e ejte, 2 ditë thot në javë ngritën veprat tona te Allahu xhaleshanu dhe unë kam dëshirë që kur momenti i ngritjes së veprave të mia që unë të jem agjerueshëm. Wa minhu sawmu sitta min shahri Shawwal, 6 agjerimi i 6 ditëve të muajit Shawwal, muajit mas Ramazanit. Men sama Ramadana fa atba'ahu 6 min Shawwal kana ka siyami dahr. Kush e agjeron Ramazanin, pastaj i bashkangjet edhe 6 ditë, është sikur me agjeru tër vitin, sepse në frit 30 ditë herë 10, edhe 6 herë 10 bojnë 360 ditë, sikur me agjeru tër vitin. Pastaj thot Imam Shtrëmbulali ka 2 mendime, thot qile afdalu wasluha. Më e mirë, më e preferuar që ato 6 ditë t'i bashkangjiten. Edhe ato vetë bashkangjiten, po edhe t'i bashkangjiten Ramazanit, por jo ditët e ndaluara të Bajramit. T'i bashkangjiten, po ato 6 ditë të agjerohen rresht. Thot qile të frekuha. Mund të agjerojsh sot, nesër, jo mos nesër, po kështu që ti shpërndash. Li mukhalafati ahli al-kitab fi at-tashbih bi-ziyadati ala al-mafrud. Sepse këto krishterët sa agjerojnë 40 ditë. Për mos me ju përngjan në atyre që shtojmë tepër në farzit, mos me i qu rend, jem të bisedu për efdhalie, për prioritetin këto, ama prioritare është me agjeru 6 ditë, pa ndërpre, apo me i shpërnda. Të 2 mendimet i sjell, por mendimin e dytë që duket sjell edhe një argument logjik se nuk duhet që ne për të mos ju përngja atyre, është më mirë me i shpërnda. Wa minhu kullu sawmin thabata talabuhu bil wa'di alayhi bis sunnah ash-sharifa ka sawmi Davud wa huwa afdalu siyam wa ahabbuhu ila Allah Ta'ala. Agjerimi i Davudit alayhis salam që është vërtetuar, pra kërkesa është përmes Allahut xhalleshanu, siç është agjerimi ose është vërtetuar me argumente ajo, siç është agjerimi
Davudit a.s. një ditë po, një ditë jo. Sepse thot pejgamberi a.s. Ahabbu salati ila Allahi salatu Davud, kana yanamu nisfahu wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu wa kana yuftiru yawman wa yasumu yawman. Thot namazi më i dashur te unë është namazi i Davudit. Kana yanamu nisfahu, gjysmën e natës flinte, wa yaqumu thuluthahu, 1/3 e natës bënte ibadet, pra falte namaz, wa yanamu sudusahu, pastaj 1/6 flinte, e kështu me radhë. Kështu e ka kalu natën me ibadet. Duhet me multiplitronin pak me pa se çka është ka fletën, thonë sa është 1/3, thonë pjesa 1/3 sa ka met 1/6, po me rëndësi është, e ka qëllimin se Davudi a.s. ka flet, është çu, ka fal namaz. Ka flet apet, ka pushu apet, është çu, ka fal namaz. Kështu e ka kalu namaz, mendoj, gjom natën, gjom namaz, gjom namaz. Ditën e ka kaluar agjerim, jo agjerim, agjerim, jo agjerim. Një ditë e ka agjeru, një ditë e ka prish, një ditë e ka agjeru, një ditë e ka prish. Thot, kjo është ibadeti më i dashur, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam. Lloj, ta shoh edhe sa kemi. أما القسم الخامس النفل نماز أجريمي نافلة هو ما سوى ذلك الجيث الله أجريمي وتيرا الذي بيناه مما أي صوم لم يثبت عن الشارع كراهته ولا تخصيصه بوقت. Ashura, e hana, e ejta, shevalit, këto i përcaktuar me kohë. Nafile janë të gjitha ditë të tjera që nuk janë ndaluame, po që nuk janë specifikume se, për shembull nesër, mos nesër, ku e di une, jashtë këtyre kohave. القسم السادس هو المكروه وهو قسمان مكروه تنزيها ومكروه تحريما. الأول الذي كره تنزيها tani ka diku i gjan dy, do të mekruh edhe haram, ka diku në literaturë, në disa vepra, e gjan vetëm me mekruh, pastaj e dallon mekruhi të tenzien edhe tahrimen. Këtë mekruhi tahrimen, disa prej dietarëve e marrin me titullin, me nocionin haram. الذي كره تنزيها كصوم يوم عاشوراء منفردا عن التاسع. Me agjeru vetëm ditën e 10 pa ditën e 9 të Ashurës. Au il hadi il ashr, me e bashkangjitën, pra 10-ës me e bashkangjitë. Ose të 9-ën me 10-ën, ose të 10-ën me 11-ën. Wa athani alladhi kuriha tahriman, pra athani është pjesa e dytë e mekruhit tahriman, saumul aidain, al fitr wa nahr. Agjerimi i 2 ditëve të bajramit, fitr bajramit edhe kurban bajramit, për shkak të gostisë li iradi an diyafetillahi jalla jalaluhu wa mukhalafatu al-amr, sepse këtu ndryshon urdhën. Wa minhu sawmu ayyamu at-tashriq, ditët e tashrikut. Ditët e tashrikut është mekruh لورود النهي عن صيامها وهذا التقسيم ذكره المحقق كمال ابن همام pra në veprën Fethul Qadir. Agjerimi i ditëve të tashrikut, kjo është në Haxhit, kurban bajramit, thot këtë lloj kështu të ndarjes se ka bëu Ibn Kemali ose Kemal ibn Humami në veprën e tij Fethul Qadir, wa qad sarraha bi hurmati sawmi al-aidain wa ayam at-tashrik fi al-burhan. Edhe në veprën al-burhan, autori i veprës al-burhan sarraha e ka shpjegu bit tahrim, nuk thot bil kerahe kitash, ka që ka thash më herët.
Se këtë mekruh i tahrimin dikush e quhen me emrin el-tahrim, pra. Wa sarraha bi hurmeti në veprën el-Burhan. Wa kuriha ifradu yawm el-jum'a bis-sawm. Me agjeru vetëm ditën e xuma, vetëm ditën e xuma, pa i bashkanxhit, është mekruh. Sepse pejgamberi alayhi salatu wassalam ka ndaluar pra që kjo ditë të agjërohet, dita e xumait të agjërohet pa ju bashkangjitur diçka. Wa kuriha ifradu yawm as-sabt. Agjerimi i ditës së shtonë, pa të diellën ose me i bashkangjit. La të sumu yawm as-sabt, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, mos agjeroni ditën e shtonë, illa fima iftarada aleikum, përveç asaj çka ju ka bë farz. Jemi të fol për agjerimin nafile, nuk jemi të fol për kaza as për farze. Që mos kupton dikush se une nesër është e shtonë, une çka të bëj, une kam agjerim kaza, fal agjeroje. Agjeroje, kam një agjeroje se ajo është kaza. Jemi të fol për nafilet ne. Pastaj kuriha ifradu yawmin Niruz au Nauruz. Ta ditët e Nevruzit, që qërë Zotit si kemi në më këti. I kemi pas marët për tësh këto, çka i thojnë këto, i thojnë diku karnevale, që i bëjnë këto. Këto të rritë nuk i di shka është Nevruzi, na i kemi mërrim pak, po shqyqër Zotit janë largu. Kemi thot është agjerimi e asaj dita është, po, wa huwa yawmun fi tarfi ar-rabi. Wa ifradu yawm al-Mahrajan. Çato karnevalet që ka banë, ku e dijen, nuk kanë bazë islame, prandaj është mekruh që të agjerohen. Wa kuriha nuk po duhet hima të tjetë të kjo eksakt, sepse është e harrume dhe ajo çka është e harrume nuk është mirë me lëviz me zgju prej gjumit. Wa kuriha sawmul visal, agjerimi i vazhdueshëm pa ndërprer, me e lidh një 2 ditë, 3 ditë, bejne yawmejni, fakat linnahyi anhu, wa huwa ay al-visal an la yaftara ba'da al-ghurubi aslan hatta yattasila sawm al-ghadi bil-ams. Al-visal është që mos me bëj iftar, me agjeru edhe natën dhe me bashkangjit edhe ditën tjetër. Ky lloj i agjerimit është mekruh. Wa kuriha sawmu s-samti, wa huwa an yasum wa la yatakallama bi shay'in. فعليه أن يتكلم بخير وبحاجة دعت إليه. ما أجرون صوم الصمت, agjerimi i heshtjes. Mos me fol kërkujnë për kërgjës foli se jam agjerushëm. Ky lloj agjerimit është mekruh, sepse njeriu duhet me fol diçka. Fa'alehi an yatakallem, e ka obligim me fol punë të mira, punë të hajrit, me udhëzu dika, me bë dhikr, me lexu Kur'an, bi haxhetin, dhe për ato nevoja çka i paraqiten gjatë ditës së agjerimit. Wa kuriha sawmu ad-dahri, me agjeruan tër kohën pa ndërprer, edhe kjo është. ولا تصوم المرأة نفلا بغير رضا زوجها. Thonë fukahat, gruaja nuk ka të drejtë, e ka të ndaluar. Kjo thot Shrumbulali, e thot mekruh të disa vepra tjera gjani se haram, që gruaja të agjeroj ditën nafile, bëhet fjalë nafile, pa lejen e burrit të saj, me tekst të veçantë kur burri është në shtëpi.
Nëse burri është diku mysafirllëk ose është në udhtim, ajo mund të agjeron, nuk ka probleme. Por derisa burri është në shtëpi, është në familje, gruaja nuk ka të drejtë të agjerojë nafile pa lejen e burrit, kurse kur është e vajxhibët dhe të farzët, nuk ka nevojë të merr leje as që ta pyet, e as burri nuk ka të drejtë ta pengoj. Mbas kësaj vjen فيما لا يشترط تبييت النية وتعيينها فيها وما لا يشترط فيه ذلك. Çka kushtohet, cilët agjerime kushtohet namaz. Tashmë veç po lishohet në detajet e dispozitave fikore. Deri tash këtë këto ishin llojet në aspekt sipërfaqësor. Tash po fillon të lëshohet Imam Shërbëlali në cilët lloje të agjerimit duhet patjetër agjerimi nijetit bëhet min al-lejl prej natës, në cilët mund të bëhet edhe brenda ditës, dhe cila është koha ditën kur mund të bëhesh dhe kur nuk mund të bëhet, po për këtë këto inshallah në ligjëratën e ardhshme vazhdojmë dhe hym edhe te dispozita tjera që kanë të bëjnë me prishjen e agjerimit dhe obligueshmërinë e kazas, prishja e agjerimit, obligueshmëria e kazas dhe kefaretit, pastaj edhe të sendet të cilat nuk e prishin agjerimin. Dhe deri në ligjëratën tjetër, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.